Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në pikë. Në bulevardin e dëshmorëve në Tiranë, prej 2 muajsh protestat nuk ndalen pavarësisht tentativave të shumta të eksponentëve politik për ta zgjesuar atë, fituar prej saj, ndryshuar apo miqësuar. Por ata të rinj e të reja që nuk e kanë problem të quhen sorra a korba, nuk tuten as nga fjalët, as nga presionet fizike të forcave të rendit që hera herës provokojnë me kast apo kërcënojnë jashtë petkut atyre që duhet të na sigurojnë jetën sipas pretendimeve të njërit prej zërave kryesor të paktën të Dubinimit, Gent Progni. Ata ecin përpara me mbështetjen më të madhe, ndërgjegjen personale dhe përkrahjen e të huajve që e kanë bërë kaos apo janë frymëzuar për fjalën e tyre në ambientet ku ligjërojnë. Dokumenta e raporte nuk e përjashtojnë këtë zë që vjen nga Tirana, ku thirrja Rama jepe dorëheqjen është kthyer në refren për veshët e shumë kujt. Ashtu sikurse një raport i fundit i Agjencisë Amerikane, OSAC, e cila harton vlerësime për Departamentin Amerikan të Shtetit, ka rikthyer në qendër të debatit çështjen e krimit të organizuar, korrupsionit dhe sigurisë në vendin tonë. Dokumenti ngresh shqetësime për ndikimin e grupeve kriminale, pastrimin e parave, korrupsionin institucional dhe infiltrimin e elementeve kriminale në institucione shtetërore, ndërsa vjen në një moment kur Shqipëria po forcon bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes. Të gjitha këto i diskutojmë sa vijon me kolonelin Dritan Demiraj që na bashkohet nga Shtetet e Bashkuara. Faleminderit kolonel që gjetët kohë të jeni me ne sot. Si ju duket juve kjo që po ndodh në Shqipëri në 2 muaj protest tani më? Është një nga ngjarjet, unë e konsideroj, por gjithë shqiptarët në mënyrë të veçantë ne që jetojmë jashtë shtetit, e konsiderojmë një nga ngjarjet më të rëndësishme që nga periudha e ndryshimit të regjimit komunist. Për shkak se kjo tregon që rinia shqiptare, nënat, motrat, gratë, familjarët, studentët, të gjithë nuk e pranojnë dizinformimin, mashtrimin e kryekorbit të rilindjes. Nuk pranojnë të trajtohen si dele, nuk pranojnë të mashtrohet, të gënjehen me arritjet imagjinare të sektit të rilindjes. Dhe kjo është një shpresë e jashtëzakonshme. Unë në mënyrë të veçantë të gjithë intervistat e 2-3 viteve të fundit kam bërë thirrje, sigurisht në mënyrë modeste, që ky është momenti përfundimtar i vendit. Në rast se rinia, në rast se populli shqiptar dhe ajo që konsiderohet si pjesa gri, pra që nuk është e angazhuar as me Partinë Socialiste as me partitë e opozitës, duhet t'i bashkohet kësaj lëvizje, pasi kjo lëvizje, largimi i kryekorbit kërkon një masë e cila tashmë po krijohet. Zoti Demiraj, si i vlerësoni në këtë kuadër pushtetet të gjitha në rolin e tyre, përfshi edhe median që përballet me qytetarët? Në Shqipëri, në qoftë se ka një nga pushtetet, që ju e dini, media është një nga 4 pushtetet, tashmë prej shumë vitesh, paktën prej 10 vitesh, të gjitha mediat, me përjashtim të një media, janë të gjitha nën kontrollin dhe udhëzimet e kryeministit Nikje Edi Rama, në largim Edi Rama. Këtë kemi parë edhe për sa i përket tematikave në prime time, ku të gjithë ata që unë s'po i përmend këtu se nuk është etike, për shkak se i njoh gjithë. Patjetër. Përfshi këtu që nga ju e të gjithë njerëzit që kanë qenë pjesë e mediave të shqiptare, një pjesë e ndershme, profesioniste e tyre në cilën bëni pjesë edhe ju, por që pjesa prime time është në shërbim të vjedhjes së shqiptarëve, të gënjeshtrave, të dizinformimit dhe të mashtrimit shqiptarëve. Dhe pikërisht një nga raportet kryesore, OSAC, që sapo ju cituat, e ka konsideruar median shqiptare të kapur, dhe ky është një nga problemet kryesore. Për shkak se të gjitha ata që cilësohen thojza analist, nuk janë asgjë më tepër, janë njerëz të cilët i shërbejnë propagandës, gënjeshtrës, mashtrimit, për zhvillime të Shqipërisë imagjinare, me qëllim për të shërbyer vetëm agjendës së shpopullimit shqiptar, pra të largimit të shqiptarëve, agjendës së Edi Ramës, dhe paguen me parat e vjedhura të shqiptarëve dhe një pjesë e tyre financohen edhe nga vende jo miqësore. Kolonel, ju referuat kryeministrit Rama si kryeministri në ikje.
Mirë po, a i bëri përqapjen e radhës, duke i prezantuar atyre që ndodhe në bulevard, të cilat a i, ndoshta me të drejt apo pa drejt, nuk di, por mua më dhem kur i thot Sorra e Korba, i propozon besën. Është ky një shtrirje dore apo një kamuflazh i asaj që pritet të jetë hapi i radhës si një kryeministri si ai? Kam dy përgjigje. Spari për Korbat dhe Sorrat. Tashmë, me qenë se ai ka konsideruar protestuesit e lirisë, të ardhmes së Shqipërisë, Sorra dhe Korba, ne të gjithë kemi vendosur në të gjitha shkrimet dhe daljet televizive i referohemi atij si krye Korbi i rilindjes, ndërsa përfaqësuesve të tij në parlament, në qeveri, në bashki, si Sorrat e rilindjes. Pra po i përgjigjemi me të njëjtën monedhë. Së dyti, kjo nuk shkon fare, ky krahasim me ata njerëz të cilët protestojnë në shesh. Për shkak se ju dini që Korbat ushqehen me mbetje të vdekura, të ngordhura. Dhe ai që po ngordh një popull dhe po përpiqet ta ushqejë me gjërat e ngordhura, nuk është askush më pak se sa kryeministri në largim Edi Rama. Sa i përket asaj pyetjes kryesore që ju bët, në qoftë se ka një njeri që njihet që në 8 vjeçare në klubin e sportit, në të gjitha ambientet që nga e viteve 90 në Akademinë e Arteve, por dhe më pas në Bashkinë e Tiranës dhe deri në ditën e sotme, si njeriu më i pabes, që nuk ka bes në asnjë lloj domeni që quhet, as në shoqëri, as miqësi, as në familje, as kërkund, është kryeministri në largim, kryetari i sektit Rilindje Edi Rama. Dhe për rrjedhoj, një njeri i pa fe, i pa bes, nuk mund t'i kërkoj bes popullit të cilin e ka prerë në bes që nga dita parë që ai popull i ka dhënë një mundësi si askujt tjetër në historinë e Shqipërisë. Që kur është kriju Shqipëria 1912, Edi Rama e ka tradhtuar këtë bes dhe për rrjedhoj, askush nga shqiptarët, sigurisht me përjashtim të sektit më të ndyrë të shqiptarëve që janë patronazhistët, askush nuk do t'ja pranoj besën atij. Besa e fundit që Edi Rama do ketë nga shqiptarët brenda dhe jashtë Shqipërisë është largimi i panegocueshëm nga drejtimi i Shqipërisë. Sot jemi 2 muaj protest e vazhdueshme, qëndrim stoik në atë bulevard, dhe opinioni publik është i ndarë, sepse janë disa që besojnë që kjo protest e ka dëmtuar Edi Ramën në imazhin e tij qoftë jashtë apo mbështetjen brenda, por nga ana tjetër është edhe një palë që thotë se Edi Rama në vetvete e do protestën. Ai prandaj provokon qoftë nëpërmjet forcave të rendit, ata që protestojnë para parlamentit, apo edhe me këto deklarata si për të nxitur më tepër pjesëmarrjen në atë bulevard, e pas së cilave ndoshta mund të fshihet ndonjë tjetër plan. Si mendoni ju? Absolutisht jo, është pjesë e propagandës së tij, e njerëzve të tij të paguar për të krijuar keq perceptim. Sikur ai e do protestën. Ai është i tmerruar nga protesta. Këtë e kemi parë që në 3-4 ditët e para, që nga sjelljet e tij që bëri në parlament, që bëri gjatë takimit me përfaqësuesit e parlamentit, me kryetarët e bashkive, me ministrat e tij, por edhe nga informacionet që kemi brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të cilët na raportojnë që është i tmerruar dhe sigurisht ne jetojmë në një vend vogël ku sigurisht një pjesë e konsiderueshme e pjesët stafit më të afërt të Edi Ramës e urrejnë për shkak të arrogancës, prepotencës dhe mënyrës antinjerëzore në mënyrën se si ai trajton njerëzit. Dhe për rrjedhoj kemi informacione të plota, është i tmerruar. Për ata që nuk besojnë se kjo protest nuk do të arrit objektivat, janë përsëri njerëz të cilët paguhen dhe janë atje për të
për të përquar dëshirat e Edi Ramës. Kjo protest ka mobilizuar të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit dhe në mënyrë të veçantë roli i saj është i jashtëzakonshëm sepse është një leksion demokracie për vendet e Bashkimit Evropian dhe një zgjim i politikanëve të korruptuar, i diplomatëve super të korruptuar, të cilët Edi Rama sa vinë në Shqipëri i blen nëpërmjet brekusheve që i dhuron, nëpër shkuma parti, nëpër hoteleve, nëpërmjet dhomave, luksozet hoteleve dhe dhuratave të shtrenjta, duke i treguar që populli shqiptar e refuzon këtë qeverisje. Ky sekt anti-shqiptar nuk ka mbështetjen e popullit dhe ne e kemi thënë për gjatë 3 zgjedhjeve të fundit, zgjedhje që në Shqipëri vetëm kryhet votim, nuk ka zgjedhje për shkak se zgjedhjet tona janë larg standardeve perëndimore dhe është një turp i madh për diplomatët perëndimor të cilët nuk kanë folur. Por fatmirësisht, raporti Osakut tregon që në Shqipëri nuk kishte zgjedhje herën e fundit, ku elementët kriminal kanë zgjedhur përfaqësuesit e tyre në parlament dhe besoj që gjatë bisedës mund të vazhdojmë edhe më tej me Patjetër, detaje. dua të ndalemi më vonë tek Osaku sepse më herët dua të marr një opinion nga ju për sa i takon një huaje të miratuar vetëm me votat e mazhorancës në parlament që pritet të marrë Shqipëria për blerjen e armatimeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju jeni në dijeni të kësaj marrëveshje e cila nuk është se është e fundit, daton të paktën 2018-2019 në mos gabohem apo jo. Atëherë, bashkëpunimi, rritja dhe intensifikimi i bashkëpunimit ushtarak të Shtetet Bashkuara të Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës është shtylla kryesore e ekzistencës kombit shqiptar. Është një nga ngjarjet e cila nuk ka ardhur me Edi Ramën, ai përkundrazi e ka prishur këtë bashkëpunim në saj të problematikave të shumta, të cilat besoj do t'i analizojmë, por që është një nga ngjarjet më të rëndësishme për shkak se sa më i fortë dhe sa më e përgatitur të jetë Shqipëria përballë rreziqeve dhe kërcënimeve ballkanike, një pjesë e madhe nga të cilat vjen nga miku i ngushtë i kryeministit në reagim Edi Rama, Aleksandar Vučić, ish ministri i propagandës së shqiptarëve, ish ministri i propagandës së Miloševićit, ministrja e të cilit hiç më pak se një javë më parë bën thirrje për genocid, pra ndaj shqiptare, për pendim që po të ishte ajo në vend të Miloševićit, do t'i kishte larguar, do t'i kishte zhdukur të gjithë shqiptarët nga Kosova. Pikërisht vetëm ky fakt në të cilin ministrat aktual të Vučićit, të mikut ngushtë të kryeministit në largim Edi Rama, tregojnë situatën në të cilën ndodhet kjo marrëdhënie. Së dyti është një nga bashkëpunimet e rëndësishme dhe ky financim, ky investim nëpërmjet programit FMF është realizuar në mënyrë të veçantë edhe me vende të tjera, po të përmend për shembull në shumën e disa miliardë dollarëve Polonia, por edhe vende të tjera, është një lajm i rëndësishëm. Ajo që përbën hile në këtë marrëdhënie, të pasinqert është pikërisht vendimi për të ndërmarrë në momentin ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës më në fund zbuluan që Shqipëria kishte mashtruar gjatë gjithë kohës me shumën mbi 2% të GDP-s, pra të investimeve në mbrojtje, të cilat nuk kanë qenë kurrë më shumë se sa 1.5, 1.6. Dhe për rrjedhoi ai e ndërmori këtë dhe e shiti si një akt të suksesshëm i cili gjasme po çonte marrëdhëniet në nivelet më të larta. Dhe pikërisht në momentin ku në parlament kaloi në mënyrë të paligjshme, sepse nuk ka nevojë të kalohet brenda ditës, mjafton të lajmërohet një thirrje në respekt të kushtetutës së Shqipërisë që të votohet një javë më pas. Për shkak se të gjitha forcat politike shqiptare, në mënyrë të veçantë opozita që është shumë herë më afër Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe bashkëpunimit me SBA, Edi Rama e konsideroi, e kaloi brenda ditës sepse ka
shumën, ka shumicën e deputetëve, nga një anë dhe nga ana tjetër vjen raporti i Osakut, i cili hedh në erë të gjithë propagandën e gënjeshtër të Taulant Ballës. E qartë, dua të ndalemi tani te ky raport që nuk është as pak i këndshëm, të themi të vërtetën. Çfarë peshe ka ai në vlerësimet që bëjnë institucionet amerikane për Shqipërinë? Në rast se i referohemi të gjithë informacioneve të 13-14 viteve të fundit, pavarësisht propagandës, investimeve, edhe një pjesë të një ambasadori apo ambasadoreje me një qëndrim të gjatë në Shqipëri, me një qëndrim as pak korrekt ndaj forcave politike, ju e dini që Yuri Kim ka qenë krejtësisht kundër opozitës, në mënyrë të edhe në shkelje të mandatit dhe të misionit të saj diplomatik. Edi Rama është përpjekur të shesi marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si marrëdhënie që ky i ka çuar në nivelet më të larta. Në fakt nuk është as pak e vërtet, për shkak se që në 13-ën, 14-ën, kur Shqipëria në mënyrë të organizuar dhe në urdhrat e kryekorbit të rilindjes filloi kanabizimin e Shqipërisë, të gjitha raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe të agjencive inteligjence e kanë konsideruar Shqipërinë si një vend problematik, ku qeverisja është e lidhur me krimin organizuar, ku Shqipëria është një qendër operacionale dhe pastaj përgjatë këtyre mandateve, sa më shumë që lidhej dhe forcohej varësia Ramës nga krimi organizuar, nga trafiku dhe nga njerëz të rëndësishëm të botës krimit jashtë shtetit, këto raporte kanë qenë gjithmonë edhe më të rënda. Dhe përrjedhoi, ky raport pasqyron situatën reale, të cilën ne në mënyrë të vazhdueshme e kemi pasqyruar tek agjencitë dhe institucionet amerikane në mënyrë të vijshme. E qartë, në raport gjithashtu flitet edhe për infiltrimin e elementeve kriminale në institucione apo për lidhjet e grupeve shqiptare me rrjete ndërkombëtare. Sa shqetësues, kolonel, është ky konstatim për sigurinë tonë kombëtare? Nëse ju mendoni se në Shqipëri ka siguri kombëtare, gabojeni rënd. Për arsye sepse 3 shtyllat në të cilat bazohet siguria kombëtare, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme dhe Shërbimi Informativ Kombëtar janë 3 institucione të cilat kanë probleme të jashtëzakonshme. Dhe në këtë këndvështrim, kur them për Ministrinë e Mbrojtjes, nuk e kam për shtabin e përgjithshëm, për shkak se duke qenë një nga personat që kam kaluar rreth 35 vite karrierë me të gjithë kolegët cilët janë atje në shtabin e përgjithshëm, por pjesa civile është e përfshirë nga një korrupsion i tmerrshëm endemik, që nga vendosja kryesorës së rilindjes Mimi Kodhelit, krye hajdutes së rilindjes, e cila në bashkëpunim me korbin e Ministrisë Brendshme kanabizuan Shqipërinë. Njëra i lejonte aeroportet, tjetri kanabizoi Shqipërinë, njëra fikte radarët, tjetri me kushuritë e vet bënte trafik. Kjo tregon nivelin se sa thellë është penetruar nga krimi organizuar, nga bota e krimit organizuar, nga trafiku i drogës Shqipëria. Ju e keni parë që në një nga problemet më kryesore që nga sekretari Marco Rubio, po drejt për drejt në udhëzimet e presidentit Trump, vazhdimisht sekretari Rubio ka bërë thirrje për hetimin e liderëve të cilët janë të lidhur me trafiqin e drogës. Dhe ju e keni parë që statusin e biznesmenëve strategjik Rama ja u ka dhënë gjithë përfaqësuesve të krimit organizuar, përfshi këtu dhe ata të cilët do të investojnë në Zvënec, gjë cilën është e provuar nga agjencitë e inteligjencës europiane, nga DEA amerikan, por në mënyrë të veçantë nga SPAK-u dhe BKA-ja. Dhe ju e kujtoni se si një nga përfaqësuesit e Sinaloas shkonte në kryeministri, takonte Ramën dhe merrte investime pra leje për të investuar në Shqipëri. Këto janë vetëm maja e icebergut, për shkak se qindra raporte dhe informacione të tjera, të cilët kanë vërtetuar lidhjet apo investigimet e Sky, Encrochat, Emerald, të cilat kanë treguar se si ish ministrat brendshëm të Republikës së Shqipërisë apo deputet apo ish ministra
bëjnë porosi për vrasjen ndaj krimeve kriminale dhe nuk po flas këtu edhe si në statusin e ish ministrit të brendshëm ku përfshirja e grupeve kriminale në periudhat zgjedhore, pra në fushatat zgjedhore nga Partia Socialiste, bajrat në Shkodër, qelat në Elbasan, por dhe qindra persona të tjerë me precedent kriminal, apo organizimi gjithë burgaxhive për të nxjerrë përfaqësuesit e tyre në parlament, si në rastin e Elbasanit. Dhe jo vetëm, janë një kamban alarmi shokuese për mënyrën se si qeveriset Shqipëria. Megjithatë, kolonel, kur lexon këtë raport, ka ende shpresë. E them këtë se pavarësisht krimit të organizuar, infiltrimit të elementeve kriminal në institucione kryesore, pastrimit të parasë pisët që qarkullon në vend, çka sjell edhe zhvlerësimin e monedhës vendase, raporti bën një dallim, vlerëson SPAK dhe BKH se kanë shtuar hetimet. A mendoni ju se institucionet e drejtësisë po arrin rezultatin që pritet në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit? Absolutisht jo. Jo. Absolutisht jo. Në rast se do të hym, unë jam një nga njerëzit që mbështes SPAK-un dhe BKH-n për shumë arsye. SPAR-i, sepse janë shpresa e cila ka qenë një shpresë të cilën shqiptarët për 30 vitesh e kanë kërkuar. Së dyti, mandati i personit që drejton sot SPAK-un është një mandat totalisht i dështuar, për shkak se edhe raportet amerikane dhe europiane kanë bërë thirrje qartazi për mospërfshirjen e qeverisë ose mos ndalimin e qeverisë për arrestimin e personave të korruptuar, të qeverisë të rilindjes, ku e kemi parë që Edi Rama, pra kryekorpi, nuk lejon që asnjë nga sorrat e tij që kanë vjedhur gjithë Shqipërinë, asnjë nga sorrat e tij, qofshin këto të qeverisë apo ish të qeverisë të mos arrestohen. Së dyti, për investimet e jashtëzakonshme dhe për benefitet që kanë këto prokurorë, fatkeqësisht një pjesë e cilëve të super korruptuar edhe brenda SPAK-ut, në mënyrë të veçantë gjatë mandatit të parë, që nga krajet e krajanët e mëdhej, të cilët kanë përfituar miliona dollar nga pronat e ushtrisë dhe nga të qenit prokuror të SPAK-ut. Pra, misioni i SPAK-ut është shumë larg pritshmërisë, larg investimeve dhe atij mali të dosjeve të cilat janë të gatshme për shkak sepse reforma e drejtësisë i dashur Erion nuk është asgjë më tepër një reformë në të cilën Edi Rama ka futur të gjitha sorrat e rilindjes. Pra është një reformë totalisht e kapur nga sekti i rilindjes. Hapat e deri tanishëm, kolonel, të kryera nga SPAK, ju e shihni si manovër e kryeministrit Rama për të larguar, për të izoluar armiqt, kundërshtarët e tij, apo thjesht duhet të presim radhën? Duhet të presim radhën, fitim kohë për shkak se Rama i ka marrë sinjale tashmë që do largohet, është vetëm thjesht një tentativë për fitim kohë. Ju e keni parë në Shqipëri një pjesë e madhe e parave të vjedhura të shqiptarëve përdoret për lobim të pistë, që nuk përflasim për lobime të rregullta, të cilat siç ka bërë Partia Demokratike është regjistruar dhe janë të deklaruara. Apo siç i bëjnë edhe disa parti politike të tjera këtu në Washington DC. Por flasim për çanta parash, për avion, për transporte parash, të cilat tashmë janë bërë të cilat sot janë objekt diskutimi në Parlamentin Evropian, por edhe në Senatin dhe Kongresin Amerikan. Dhe pikërisht për këtë qëllim, nën edhe kërkesat dhe presionin e diasporës shqiptare amerikane, një kongresmen, po që është së bashku me një grup të caktuar i ka bërë thirrje edhe kërkesë që brenda 180 ditësh, bëhet fjalë një muaj e gjysmë përpara, që Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencitë Inteligjencës të ofrojnë një raport të kufizuar për lidhjet e qeverisë së Rama me drogën.
edhe me trafiqet e drogës. Dhe pikërisht ajo që reflekton ky raport nuk është asgjë, është vetëm një pjesë e vogël e kësaj që sapo thash, por që ai është i tmerruar sepse po sulmohet nga gjitha anët. Nga njëra anë, me pa të drejtë po përpiqet që të qesi sikur ky është investim i kërkuar nga presidenti Trump, ndërkohë që presidenti Trump nuk e di as emrin kryeministit Rama, dhe ju e keni parë servilizmat dhe lëpirjet e tij në të gjitha takimet, por që ai e ka injoruar në mënyrën më të tupshme të mundshme, dhe është fatkeqësi e madhe që Shqipëria drejtohet nga një njeri i korruptuar, por edhe një klon ndërkombëtar, i cili në të gjitha takimet ndërkombëtare përpiqet të tërheqë vëmendje me atlete, me brekushte, por jo vetëm. Kolonel, meqense kjo është ftesa e parë që ju kam bërë në këtë logo të re, nuk është e fundit, këtë ju asiguroj, dhe ju ndodheni përtej oqeanit. Na jepni këtë version që nuk përputhet me çfarë dëgjojmë ne këtu në kundër ofensivën që duket se e jep efektin e vet tek ata që ndezin ekranin për të mësuar çfarë ndodh, për të parë cejaket e një qeverie që ju thoni është në ditët e fundit, apo edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve që duket se ky popull e ka shpresën parsorë më tepër se sa te veprimet konkrete që duhet të ndërmarr. A keni ju një mesazh për ne, shqiptarët, ata që ecin në bulevard mbrëmjeve apo që përballen me policin para parlamentit sa herë që ka një seancë plenare, se çfarë duhet të bëjnë, kujt duhet i besojnë dhe sa duhet të investojë gjithë secili për atë që duhet jetë Shqipëria e re? Në mënyrë shumë modeste, përpara se të përgjigjem pyetjes, po ju them që ne jemi brenda Shqipërisë, jetojmë me realitetin, jemi në kontakt me gjithë aktorët dhe njerëzit e rëndësishëm të protestat, të rëndësishëm se janë shumë. Askush nuk e kontrollon dot atë protestë. Është një protestë popullore e cila ka një përfaqësim të gjerë, pavarësisht dëshirës dhe përpjekjeve të jashtëzakonshme të sektit të rilindjes për ta marrë kontrollin e saj, apo për t'i blerë. Një nga pyetjet kryesore që më kanë bërë një pjesë e madhe e pjesëtarëve që përfaqësojnë grupime të caktuara. Çfarë mendimi ke, modest, ndaj meje? I kam thënë, në mënyrë absolute nuk të duhet të dalë 1, 2, 3 koka për shkak se Edi Rama kushdo qoftë është i cënuar, pra mund t'i blej. Dhe një nga gjërat kryesore që ato kanë është sepse aty ka shumë grupime. Spari. Së dyti, mesazhi është i jashtëzakonshëm. Shtetja jonë është e përditshme. Të vazhdojnë deri në zbatimin vetëm një kërkesë do të ketë, Erion. Kërkesa është vetëm një. Largimi i Edi Ramës dhe i sektit të rilindjes. Kemi kushteve për një qeveri kalimtare, pastaj kjo qeveri kalimtare të bëjë ndryshimet kushtetuese, duke zhbërë gjithë ligjet antishqiptare, të cilët kanë qëllim zhdukjen e popullit shqiptar, dhe pastaj një dhuratë për Edi Ramën, me që ne nuk kemi se çfarë të qesim. Vetëm çifteli, qeleshe, flamur për cilën ne kemi luftuar, përfshim mo, për atë flamur ne kemi rrezukuar jetën në misionet e shtetit, dhe nuk mundet dhe nuk guxon një breksalep, një hajdut si Edi Rama, të tallet me atë flamur për cilin janë derdhë, është derdhë gjak për gjatë gjithë viteve të historisë, dhe shqiponjat t'i bëjmë dhuratë, disa shqiponja, disa qeleshe dhe disa qifteli si një person që urren në mënyrë të veçantë veriun. Pra është kërkesa, zbatimi, vazhdimi i kësaj proteste dhe kërkesa pa negocueshme, largimi i kryekorbit dhe të rilindjes dhe sorrave të tij hajdute të rilindjes. Kolonel Demiraj, shumë faleminderit që pranuat këtë ftesë të parë në PIK. Ju faleminderit, është kënaqësi gjithmonë. Në mënyrë të veçantë me ju, pasi ju jeni një nga njerëzit më profesionistë dhe u them me sinqeritet më të madh që kanë pasur mediat shqiptare dhe ka qenë kënaqësi analizat e përbashkëta me ju. E vlerësoj shumë, faleminderit nga zemra për çdo fjalë të sinqertë që thoni. Faleminderit edhe një herë. Gjithë mirat. Qëndroni me ne. Vetëm pas pak në segmentet që pasojmë, flasim për integrimin e Shqipërisë, sfidat, çfarë po bëhet konkretisht, për të ndalur pastaj edhe tek dy hapat,
fundor apo jo të një qeverie Rama 4. Dorëzimi dhe besa. Na ndiqni. Jemi sërish bashkë. Shqipëria ka avancuar në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, por rruga drejt antarësimit kërkon reforma të prekshme, institucione më të forta dhe një ekonomi që i afrohet standardeve evropiane. Komisioni Evropian ngre gjithashtu shqetësime për sa i takon presioneve politike ndaj drejtësisë, mungesës së mbrojtjes së infrastrukturës së nevojshme për gjyqtarët dhe prokurorët, paruar ritmin e reformës zgjedhore dhe administratës publike, si dhe zbatimin e kufizuar të masave për mjedisin. E teksa vëmendja fokusohet tek zhvillimet kryesore dhe protesta që ka synim dorëheqjen e qeverisë në trupin përbërës të saj, janë një numër i konsiderueshëm të rinj e të rejash që bëjnë punën në mënyrë sistematike që në takimin e radhës me BE ndaj vendit tonë të ketë sa më pak kritika. Një prej tyre ka me mua sonte, teksa zëvendës ministri financave Endrit Yzeiraj është me mua në studio për të folur për gjitha këto. Faleminderit Yzeiraj që jeni me ne. Shumë faleminderit për ftesën, për mundësinë për të diskutuar dhe mbi të gjitha urime për këtë iniciativë e nismë të re, të vakt mbar, edhe shpresoj që të jetë një kontribut i shtuar në të gjithë ekosistemin e medias shqiptare. E shikoni, Endrit, është kaq interesante kur të rinjt nuk kanë vetëm atë sigurinë dhe pompozitetin që jep kostumi kur e veshin, por mbi të gjitha kanë këtë çeltërsinë që nuk e gjen tek të vjetrit, ata që ndoshta ngërdheshën kur thonë që un kam këtë eksperiencën, përvojën time mbi supe që më jep edhe tagrin të mund të gjykoj, të mund të kritikoj, dhe ne shqiptarët dim kaq shumë vetëm të kritikojmë dhe fare pak të sugjerojmë se si bëhet më mirë. Prandaj un këtu të kam marrë jo vetëm si një ndër të rinjtë të reja, dhe them me plot gojë, sepse gjatë kësaj periudhe të gjatë që jam në media kam pasur rastin të njoh shumë prej jush, por si një ndër personat që ndoshta mund të mësoj edhe atyre që ja kanë lejuar vetes të gënjehen duke menduar që retorika që përdorin do i çojë përtej, të mësojnë se si me punë çdo gjë mund bëhet e para. Dhe ne do shkojmë te puna, se boll i bëm këto çokat e radhës. Shqipëria sot në rrugën evropiane duket që është një vend që ka bërë katapulte të mëdha. Dhe kur e them këtë, nuk i referohem vetëm takimeve, deklaratave të martakos, kritikave që shkojnë asaj mbrapa për sa i takon zhvillimit të Shqipërisë, por edhe ai që nuk e kupton se çfarë është integrimi evropian, e di fare mirë që kjo që po bën vendi ynë është një gjë shumë e mirë. Dhe pavarësisht se kush e merr medaljen e fitores, të gjithë ne jemi të fituar. Sot, sa larg jemi asaj fitore të madhe? Shpresoj që nuk jemi shumë larg, po në fakt do doja të bëja një hap pas për të dhënë pak më shumë kontekst për të gjithë këtë që përmendë. Filloj me këtë, le të themi, deklaratën e parë ose elementin e parë. Pra, a është gjithë ky stërmundim, gjithë kjo sforco, a ja vlen vërtet? A është vërtet hyrja në Bashkimin Evropian një përfitim i jashtëzakonshëm për vendin? Është një përfitim historik. Dua të jap vetëm një tregues për ta shpjeguar shumë qartë. Në 1990, pra kur kolapsoi sistemi komunist, Republika Sovjetike Socialiste e Ukrainës, qytetarët e saj kishin të ardhura gati 2 herë më të larta për frymë se banorët e Polonisë. Polonia, një nga historitë më të mëdha të suksesit patjetër të transformimit ekonomik, sot ka të ardhura 3 deri në 4 herë më të larta për frymë se sa Ukraina. Nëse do të kuptosh se çfarë ka ndodhur në Ukrainë, sepse qytetarët e Ukrainës po sakrifikojnë dhe jetën për të futur sot në ekosistemin ekonomik dhe politik të perëndimit të Bashkimit Evropian, shiko vetëm diferencën që ju është shkaktuar me Poloninë. Gati 8 herë më shpejt është rritur Polonia në raport me Ukrainën, fal kryesisht edhe përfshirjes në Bashkimin Evropian. Pra, përfitimi është i jashtëzakonshëm. Shqipëria dhe disa nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor fatkeqësisht nuk e patën këtë mundësi, qoftë në 2004, qoftë në 2008 për të përfshirë në integrimet e aso kohe. Dhe kjo na ka kushtuar në disa mënyra.
Pikë pari na e ka bërë hyrjen sot shumë herë më të vështirë. Procesi sot është shumë herë më i vështirë se çka qenë në të shkuarën. Ka patur një vlerësim që është bërë në vitin 2008-2009, ku thuajse vendet që anëtarësoheshin ato momente duhet të adoptonin rreth 30.000 faqe legjislacion. Sot Shqipëria duhet të adoptojë më shumë se 80.000 faqe legjislacion. Pra, legjislacioni i Bashkimit Evropian që Shqipëria duhet të adoptojë në legjislacionin tonë brendshëm është jashtëzakonisht shumë herë më i gjerë dhe shumë herë më i madh se çka qenë në të shkuarën. Por është kjo një garanci për qytetarët. Pra duhet të them, teksa ata na kërkojnë më shumë, a përkthehet kjo që nesër me të hyrë aty automatikisht ne do jemi më të mbrojtur, do jemi më të financuar, do jemi më të mbështetur? Kuptohet që shpresa është që po, por dua vetëm të theksoj që ky proces është i vështirë, është dhe po bëhet me një sprint të jashtëzakonshëm. Epizodi apo anekdota e fundit që dua t'rregoj vetëm për këtë pjesë hyrëse është ajo që po ndodh sot në Island. Islanda është një vend që prej vitesh ka patur një ftesë nga Bashkimi Evropian për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, por nuk e ka pranuar kryesisht për shkak të drejtave mbi peshkimin. Islanda nuk do të ndajë të drejtat e peshkimit në ujërat e saj territorial. Në shtator do ketë një referendum indikativ, pra jo një referendum detyrues, por indikativ nëse popullsia e Islandës do t'i bashkohet Bashkimit Evropian. Nëse islandezët votojnë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, ka një vlerësim nga Bashkimi Evropian që nga ana teknike vendi mund të bëhet gati në 9 deri në 12 muaj. Pra, Islanda është një vend që thuajse në çdo gjë, në çdo drejtim, në çdo politikë, është parafruar me Bashkimin Evropian, do të detyrohet të ndryshojë disa elemente jashtëzakonisht vogla teknike. Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor apo vendet e tjera anëtare, kuptohet kanë qenë shumë më mbrapa me këtë proces. Dhe tashmë, pas 2022-shit, kur ne filluam me këtë sprint që përkoi me konferencën e parë ndërqeveritare, po na duhet që në një farë mënyrë në 4 vjet dhe vitet që vinë më pas të transformojmë në mënyrë radikale shoqërinë tonë. Kuptohet që është e vështirë, kuptohet që ka sfida, kuptohet që pikpyetja e madhe është pikërisht ajo që thatë ju, pra adoptimi i legjislacionit në letër sa shpejt do përkthehet në realitete të prekshme për gjithë qytetarët, dhe ky është një nga elementet kryesorë që Bashkimi Evropian po monitoron që tani, që në këtë moment që flasim. Por, siç e thash, besoj që ai syri vëzhgues i Bashkimit Evropian, i cili është shumë i fortë, shumë i madh, nganjëherë e njohin realitetin edhe më mirë se që njohim dhe ne. Ndonjëherë njohin edhe mashtruesit më mirë se sa i njohin. Njohin vendin shumë mirë. Është pikërisht garancia e madhe që afatgjatë këto ndryshime nuk do jenë thjesht ndryshime në letër, por do jenë edhe ndryshime të prekshme. Kjo është ajo që duhet. Por buxheti ynë është sot mburremi. Ju socialistët paktën mburreni akoma më shumë, thoni është shumë herë më i madh nga sa kishim mësuar, ashtu sikurse çmimet janë më të larta, inflacioni rritet paralel me të. Ai përballon dot të gjitha këto ndryshime që kërkohen. Unë e përmenda pak në hyrje. Ata nuk po presin që ne të bëjmë sikur. Ata presin që shqiptarët të jetojnë si evropianë. A jemi gati? Buxheti dhe integrimi janë dy çështje që kanë pikëprerje, por nuk janë tërësisht e njëjta. Pikë pari nga ana e treguesve makroekonomik, pra edhe treguesve që lidhen shumë qartë me buxhetin, jemi dhe patjetër duhet t'i kryqëzojmë gishtat në një moment jashtëzakonisht shumë të mirë. Si dikush që ka ndjekur zhvillimet makroekonomike të vendit nga student, studiues e më pas edhe profesionistë të fush, mund të them që post 1997-s, ky është mbase momenti më i mirë makroekonomik për vendin. Tani unë kam shumë qartë që për qytetarët këtë mund të jetë fjalë dhe jo detyrimisht një realitet i prekshëm, por të paktën për menaxhimin e financave publike, sot kemi më pak probleme se që kemi pasur ndonjëherë në të shkuarën. Dhe një nga frytet pozitive të këtij buxheti dhe të kësaj situate të qëndrueshme makroekonomike është pikërisht që sot kemi mundësinë të përballojmë investime dhe mbështetje buxhetore për një sër linja, një sër programe që deri në të shkuarën ishte relativisht e vështirë. Të gjithë institucionet buxhetore të vendit, pra gjithë agjencitë publike, sot në momentin që fillon cikli planifikimit buxhetor, i cili rifillon sërish tani në shtator të këtij viti, një nga elementet kryesorë që duhet të planifikohen është pikërisht nevoja për sa i përket procesit të integrimit dhe zakonisht, po gjithmonë këto janë kërkesat e para që mbushen ose plotësohen në mënyrë të menjëhershme nga Ministria e Financave. Sepse duhet ta themi të vërtetën, kjo qeveri dhe çdo qeveri besoj që të ishte në vend saj,
do kishte prioritet integrimin evropian më shumë se çdo gjë tjetër, sepse është ajo që do populli. Është një pyetje fakt shumë e drejtë. Një nga kapitujt që u mbyll së fundmi, kapitulli 30 është kapitulli i marrëdhënieve të jashtme, por dhe marrëdhënie tregtare. Pra titulli është marrëdhënie të jashtme, por në fakt aty përfshihen marrëdhënie tregtare. Dhe një nga komente që kam marrë shpesh në fakt edhe nga rrjetet sociale apo në ndalje tjera është që ky është një kapitull i thjeshtë për të mbyllur. Nuk ka asgjë për t'u lavdëruar. Për te fakti që në fakt ka pasur një punë voluminoze për marrëdhëniet tregtare, linjëzimi politik me Bashkimin Evropian, që është diçka që duhet ta pranojmë patjetër, e kalon të gjithë, përshkron të gjithë spektrin politik në Shqipëri, biles edhe zërat e rinj të politikës shqiptare, është mbase karta jonë më e fortë në procesin e integrimit evropian. Njësër vendesh që janë kandidate por nuk janë ende anëtare, në fakt që dojnë pikërisht në faktin që brenda shoqërive të tyre ka fraksione ose grupime të konsiderueshme, për mos të nganjëherë të shumicë, që kanë qëndrime refraktare ose kundërshtuese me projektin evropian, që është patjetër e drejtë e tyre, por ndërkohë në Shqipëri fatmirësisht këtë gjë nuk e kemi. Pra ka një lloj qartësie që e gjithë shoqëria shqiptare di fare mirë se ku është e ardhmja jonë dhe ku qëndron e ardhmja jonë. Për të kthyer pra te pjesa e planifikimit. Patjetër që për sa i përket nevojave administrative, të gjitha nevojat mbulohen që në momentin e parë. Kuptohet që ka nevojë për sa i përket investimeve afatgjata, investimet që kanë bëhen kryesisht me ambientin, me çështjet e mjedisit, ambientit, kanalizimet, uret e zeza. Këto janë disa nga investimet shumë vjeçare që vendi do ketë nevojë të mbështesë në të ardhmen për të arritur tërësisht standardet e Bashkimit Evropian. Por këtu ka dy elemente, le të themi, inkurajuese. E para është fakti që ne nuk do të duhet që në të gjitha rastet i përmbushim standardet që në momentin e hyrjes, pra ka gjithmonë ato që quhen periudha tranzitore, kanë përfituar dhe vendet e tjera, edhe Rumania dhe Bullgaria nuk i kanë përmbushur standardet për cilësinë e ujit në 100% të vendit që në momentin e hyrjes. Ndërsa elementi tjetër është që në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian, kuptohet që përfitojmë edhe fonde tashmë shumë herë më të zgjeruara nga vetë Bashkimi Evropian për të bërë shumë nga këto investime që deri më sot duhet t'i përmbushin vetëm me burimet tona. Nuk duhet ta shoh Bashkimin Evropian vetëm si përfitues, se vërtet do ishin si ata lypsarët që rrin kryqëzimeve të Tiranës. Por Bashkimi Evropian kërkon nga ne shumë, një ekonomi konkurruese, një formalizim të tregut, një luftë kundër informalitetit. Ministria e Financave, çfarë hapash konkrete po merr për realizimin e këtyre? Hapi ose le të themi treguesi më i qartë që ne në fakt punojmë në drejtimin e duhur pikërisht për çështjet që ju përmendët është që për disa vitesh Ministria e Financave as nuk ka shtuar numrin e taksave, as nuk ka rritur nivelin e taksave ekzistuese, por në fakt të ardhurat po rriten në mënyrë të konsiderueshme, jo thjesht në nivel nominal, por edhe si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto nga viti në vit. E gjitha kjo po vjen për shkak të mirë administrimit. Pra, për gjurmimit dhe ndjekjes së aktivitetit ekonomik kudo që ajo ndodh. Këtë vit ne parashikojmë që do kemi të ardhurar më shumë se 29% e prodhimit të brendshëm bruto. Është niveli më i lartë historik i të ardhurave që vendi ynë ka mbledhur ndonjëherë në historinë e tij 35 vjeçare dhe po i afrohet, megjithëse nuk kemi ende në ato standarde, niveleve të ardhurave që mbledhen edhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian. E gjitha kjo po ndodh jo me rritje taksash apo me shtim të numrit të taksave. Po ndodh për shkak të proceset fiskalizimit, që ka qenë procesi i jashtëzakonshëm për sa i përket gjurmëshmërisë së aktivitetit ekonomik, marrjes informacionit menjëhershëm, po ndodh me nismën e re që quhet cashless Albania, por që në një farë mënyrë po stimulon qoftë me stimul fiskal, qoftë me atë që quhet presioni legjislativ. Se prap ka disa kleçka, disa biznese kërkojnë që ti të paguash më shumë nëse do ta përdorësh atë sistem. Por po shtym pra pikërisht edhe përdorimin e pagesave elektronike, të cilat eventualisht do lidhen edhe me procesin e fiskalizimit, pra do kemi aftësinë për të ndjekur gjithmonë më shumë aktivitetin ekonomik. Kuptohet që ka një punë dhe vëllim të shtuar nëpërmjet sistemit bankar dhe me autoritetet shtetërore për të gjurmuar dhe për të eliminuar çdo lloj fluksi të parave të pa identifikuar, të fondeve të pa identifikuar, kuptohet edhe me shtysën, presionin dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian. Pra, tregon që në një farë mënyrë ka suksese të prekshme për sa i përket reduktimit të informalitetit. Ka një mos sukses. Më lejoni ta shtoj unë këtë.
dhe lidhet me atë që përbën një ndër sektorët kryesor të produktit të brendshëm bruto në fund të vitit. Turizmi. Aty qëndron edhe ndoshta paraja më e madhe, që derdhet pa tek klif, tek tuk nëse referohemi disa bizneseve. Personalisht e kam vënë re, se ndodhemi edhe në pikë të sezonit. Shumë biznese nuk kanë një kas fiskale, një faturë fiskale për shërbimet, duke filluar nga shezlongjet e deri tek restorantet e çdo gjë tjetër. Nuk po shkoj deri te parkimet, se ndoshta ato janë kryesisht informale, por tek çdo gjë që është e prekshme dhe të tarifohet ty nga këto hotelet e mëdhaja, pa shkuar pastaj tek resortet, se është tjetër çështje. E kemi thënë fakt që në fillim të këtij viti ka patur një komunikim të shtuar qoftë nga vetë Ministri i Financave, nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, që janë dy sektorët ku ne patjetër gjykojmë që ka ende një hendek në raport me të ardhurat që duhet mbledhni. Turizmi është ai i pari dhe është ai që përmendet ju, por në fakt edhe ndërtimi është sektori i dytë. Janë dy sektor që për arsye të ndryshme kanë paraqitur problematika në të shkuarën për sa i përket të ardhurave. Një nga problematikat kryesore të turizmit ka qenë fakti që shumica e aktivitetit turistik çdo vit ndodh në zona të cilat janë përtesë sezonit turistik të pabanuara, ku ka pak struktura, pak administrata shtetërore për të në jug më besoni, nga Vlora e deri në Ksamil, tani në këtë sezon janë shumë. Po ju e dini janë që edhe më shumë se çdo. Në momentin që kalon llogaran në shtator, praktikisht ende nuk ka këmbë njeriu. Pra 9 muaj të vitit ka shumë pak Pra po i lejoni ju në lehtësira? Jo, po them që është e vështirë për gjeografikisht dhe nga ana e infrastrukturës për të gjithë infrastrukturën shtetërore për të shkuar deri në skajet fundore të vendit, ku deri më parë nuk ka patur infrastruktura apo administratë shtetërore për të përgjuar. Po ikën gjithë ai lek shteti. Patjetër pra, dhe ne unë personalisht si qytetar kur e paguaj atë dhe paguaj shtrenjt, të gjithë ndihem keq. Të gjithë, patjetër. Jo, nuk thash se ma bëjnë mua Kastile, por vërtet ndihem keq kur paguaj atë lek dhe e di që nga ai lek asgjë nuk i shkon shtetit. Ndonse nuk kam asgjë kundër ndaj të investitorit që ka bërë diçka të mirë apo mesatare për gjatë gjithë Bregdetit, por shteti ndoshta do ishte e mirë dhe Evropa të paktën e kërkon këtë gjë aty ku duam të shkojmë ne, që çdo gjë të shkojë tek i Zot. Kjo është një nga sepse po merremi me formalizimin e këtyre fshatarëve që rrinë në rrugëve të kryeqytetit, që u kërkojmë të shkojnë te tezgat, të marrin një licencë për të shitur e për të bërë, po aty është leku. Ai fshatari maksimumi bën 1000 lekë në ditë fitim. Dhe prandaj thash që ne e kemi thënë që në fillim vitit që e dim që ka dy sektorë në Shqipëri që janë ende shumë larg pritshmërive dhe detyrimeve që kanë në raport me shtetin. Kuptohet, ka një qasje fillimisht informuese, ndërgjegjësuese, ka patur dhe vazhdon të ketë një fushat gjatë këtij viti për të ndërgjegjësuar të gjithë operatorët që qoftë edhe për aktivitete të përkohshme do duhet tashmë të regjistrohen, të paguajnë, të kenë kasën fiskale, të jenë të lidhur me procesin e fiskalizimit, të kenë detyrimet për sa i përket procesit cashless, pra të gjithë operatorët turistik duhet të kenë opsione për pagesa elektronike dhe me kalimin e kohës qasja nuk do jetë vetëm ndërgjegjësuese, po do jetë gjithmonë edhe më shumë edhe dënuese. Janë patjetër të gjithë ato operatorë turistik që ju përmendët, por ka edhe një burim tjetër që në fakt Shqipëria këtë problem nuk e ka vetëm, po e ndan me shumë nga vendet tjera të Bashkimit Evropian. Ka një aktivitet të jashtëzakonshëm ekonomik që ndodh me dhënien e apartamenteve me qira nga Tirana, po thuajse edhe në qytetet më të vogla të vendit tashmë, në momentin që shkon por e keni ndërkohë një marrëveshje me Booking për të taksuar. Ka filluar tashmë edhe me Airbnb. Por kuptohet që këto janë ato, le të themi, burimet të ardhuara të munguara. Jemi koshent për këtë, nuk ka asnjë element për të fshehur këtë. Mendojmë që ka patur një progres gjatë këtij viti, por mendoj që sidomos gjatë vitit që vjen, pra këtë vit vazhdon në një farë mënyrë kemi patur që qasja jashtëzakonisht shumë ndërgjegjësuese, komunikimet vazhdueshme, por kuptohet që durimi po i vjen fundi. Nuk duam që të jemi dënues në një sektori që besoj bijem gjithë dakord është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm për aktivitetin ekonomik të vendit, po mban dhe po ofron të ardhura për shumë familjar në vend, por
edhe për faktin që turizmi imponon një lloj kosto ndaj shoqërisë, pra fluksi i shtuar, trafik, kosto mbi burimet ujore, mbi trajtimin e mbetjeve, mbi natyrën, të gjitha këto në një farë mënyre duhet të mitigohen, duhet të mbulohen eventualisht me investime të tjera infrastrukturore, të cilat kuptohet të duhet të paguen edhe nga të ardhurat që vijnë nga ky sektor. Ndrit, si zëvendës ministër, edhe ju përballeni çdo ditë ndoshta me këtë pyetje, është kryesore. Unë nuk e radhitat e kryesorët se kemi kaq shumë gjëra që mund të diskutojmë, gjëra për tu vlerësuar, por edhe për tu anatemuar. Paraja e pist po qarkullon në këtë vend. Këtë nuk e them unë. Këtë e thon hetimet e vazhdueshme të institucioneve të drejtësisë, arrestimet, ndjekjet e shumë çka tjetër. Për këtë, a ka masa konkrete? A pritet që me hyrjen e Bashkimit Evropian ne të jemi të sigurt, apo duhet ta bëjmë ne si shqiptarë së pari, para se të arrijmë ajo datë? Shiko, e para ka një debat patjetër të natyrshëm për aq kohë sa edhe Kursi i Këmbimit ka patur atë forcim të jashtëzakonshëm gjatë 5-6 viteve të fundit, për sa i përket burimit dhe formës të shumë prej parave apo investimeve që hyjnë në vend. Pikë pari, ka shumë ose le të themi një pjesë e madhe e të ardhurave që ne kemi nga sektori i turizmit, qoftë në shpenzime, qoftë në investime në sektorin imobiliar, janë të gjitha të gjurmuara. Pra kanë ardhur nëpërmjet sistemit bankar dhe këto vërtetohen nga statistikat zyrtare që nxjerr Banka e Shqipërisë. Deficiti ynë tregtar përpara disa vitesh orvate në nivelin 15, pra -15, -16% të prodhimit të brendshëm bruto. Gjatë 2-3 viteve të fundit, deficiti ynë tregtar ka qenë -1, -2, -3% të prodhimit të brendshëm bruto, biles në një moment gjatë vitit kaluar patëm edhe për herë të parë një lloj suficiti. Dhe të ardhurat që ne marrim nga turizmi, konsiderohen si të ardhurat që vijnë nga shërbimet. Pra konsiderohen si të hyra. Pra fakti që ne kemi një mbyllje të këtij hendeku në mënyrë të konsiderueshme brenda një periudhe relativisht të shkurtër, nga të ardhurat le të themi që ndiqen zyrtarisht, do të thotë që forcimi i kursit këmbimit ka ardhur nga patjetër nga burime qartësisht, ose të paktën një pjesë e madhe ka ardhur nga burime qartësisht legjitime. Kjo nuk do të thotë që në sektorin e turizmit apo në sektorin e ndërtimit nuk ka para me burime të dyshimta. Këto janë sektorë që historikisht kudo në botë patjetër që le të themi e ndjellin këto lloj investimesh ose ndjellin këto lloj transaksionesh, pasi gjykojnë individët që kanë fonde të tilla, gjykojnë që këtu mund t'i fshehin më mirë. Ka një punë të jashtëzakonshme dhe ka edhe presion, edhe mbështetje të jashtëzakonshme që po bëhet me Agjencinë e Inteligjencës Financiare, pra ish agjencia për parandalimin e pasimit të parave, me Komisionin Evropian, sepse gjithmonë me Komisionin Evropian bëhen gjitha këto procese tashmë për të ngushtuar gjithmonë më shumë hapësirat. Thash që nëpërmjet sistemit bankar ne tashmë kemi le të themi kufizime të jashtëzakonshme për sa i përket qoftë investimeve që mund bëhen në real estate, për sa i përket mungesës së fondeve, qoftë individët që bëjnë blerje do duhet të deklarojnë gjithmonë më shumë burimin e tyre. Por kuptohet që nuk e mbyll të gjithë ciklin, dhe kuptohet që pra që sa ti ke këtë lloj cikli investimesh ose këtë lloj cikli rritjesh me këto dy sektorë që thash historikisht kanë një atraksion për fonde të tilla, ky risk do vazhdojë. Megjithatë më duhet të them diçka. Mendoj që edhe këtu ka edhe një pjesë të strategjisë afatgjatë të ardhurave në Shqipëri. Mendoj që edhe ky lloj cikli i investimeve në Shqipëri do vi një moment që do kapi një lloj stabiliteti. Pra unë nuk mendoj që ne do kemi zhvillim të pafundëm, qoftë real estate, qoftë të hoteleri, turizmit. Pra hapësirat janë ato që janë, mundësitë janë ato që janë. Dhe edhe një nga elementet e zhvillimit të strategjisë të turizmit që ne kemi diskutuar gjithmonë ka qenë që nuk do synojmë të rrisim pafundësisht numrin e njerëzve që vinë në vend. Pra 15 milion mund të jemi afat shkurtër, në një periudhë mas afat gjatë mund të arrijmë në 20 milion, por kuptoj që çdo gjë përtej kësaj bëhet thuajse po përballueshme tashmë edhe nga infrastruktura. Synimi ynë do jetë kuptoj që të rreheqim gjithmonë më shumë turistë dhe vizitorë me të ardhura më të shumta dhe të zgjasim sezonin turistik. Që do të thotë, çfarë do të thotë? Pra do të thotë që
ne eventualisht të ardhurat nga sektori i turizmit dhe nga real estate nuk do jenë më të ardhurat që janë sot, pra për shembull nga taksa e ndikimit mbi infrastrukturë, por do jenë taksat mbi pronën, të cilat kuptohet taksa mbi pronën do jetë një nga ato element disincentivues për njerëz që propozojnë ose mendojnë të investojnë para të dyshimta në prona pa mas, sepse eventualisht do duhet paguajnë gjithmonë më shumë taksa nga ky lloj investimi. Bashkimi Evropian kërkon gjithashtu edhe një transparencë. Është ajo që kërkohet sot në bulevard nga protestuesit, prandaj natyrshëm pyes. Ju si ministri, sepse ju personalisht keni qenë grupi punës nismëtar që filluat të përgatisnit të gjithë dokumentacionin nevojshëm për hapjen e të gjithë grup kapitujve. Keni më shumë presion nga institucionet europiane apo nga Flamingo në bulevard? Personalisht nuk gjykoj që kam ndonjë presion të jashtëzakonshëm nga Flamingo, pra në kuptimin që e kam ndjerë dhe kam konsideruar gjithmonë protestën si një tregues shumë të qartë të nivelit të zhvillimit dhe të pritshmërive që kanë njerëzit në këtë vend. Ka në atë shesh ose ka patur edhe miq, koleg, ish shok klase nga shkolla apo gjimnazi, njerëz që e njoh fare mirë që duan të mirën e këtij vendi, pra nuk kanë agenda të fshehta. Dhe me ta ndaj patjetër mendimin dhe gjykimin që Shqipëria duhet vazhdoj të zhvillohet dhe duhet vazhdoj drejt rrugtimit që tashmë ka hyrë. Për sa i përket fushës që ne mbulojmë, pra fushave çështjeve që ka Ministria e Financave, ne gjykoj që kemi ndërmarrë hapa të jashtëzakonshme për rritjen e transparencës në thuajse çdo gjë që ne bëjmë. Së fundmi, një nga elementet e të shumë diskutuar janë proceset ose le të themi projektet e financuar nëpërmjet partneriteteve publike-private, të cilat në të shkuarën kanë gjeneruar patjetër shumë diskutime dhe debate, për shkak patjetër edhe të përafrimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian. Të gjitha investimet e partneritetit publik-privat do të trajtohen njësoj si investimet publike, që do të thotë thënë shumë shkurt, duhet të listohen shumë herë më shpejt, duhet të ketë një proces fizibiliteti, projekt fizibiliteti shumë herë më qartë, do duhet të jenë tërësisht publike për publikun nëpërmjet asaj që quhet lista unike e projekteve kombëtare. Pra kjo ka qenë një nga kërkesat le të themi të mëdha të Komisionit Evropian dhe duke filluar që nga vjet, praktikisht në fund të vitit, me ligjin e ri të partneriteve publike-private, dhe kjo është një nga elementet për shembull që është arritur. Dhe për një sër elementesh të tjera, patjetër që le të themi reflektorët e Komisionit Evropian janë aty dhe për sa i përket financave publike, besoj që pjesën më të madhe të në fakt standardeve dhe i kemi arritur. Kuptohet që ka patjetër shumë fusha ku ka nevojë për përmirësime të tjera. Ky ishte thjesht versioni i zëvendës ministrit të financave, i thjeshtuar për të kuptuar nga të gjithë. Endrit Yzereja ishte kënaqësi, sikurse ka qenë gjithmonë sa herë të kam pasur në program. Shumë faleminderit për ftesën dhe edhe një herë uroj realisht që të shkojmë bar, që kjo nisëm të ketë edhe prezencën e individëve të tjerë dhe shpresoj që të jetë gjithmonë një tryezë me diskutime të qeta edhe të qarta. Ky është synimi, në fundit informimi. Pjesa tjetër mund të bëhet në të gjitha mendimet e tjera. Faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit. Kthehemi pas pak. Në një kohë kur debati politik dominohet nga deklaratat e ditës dhe përplasjet e momentit, rrallëherë gjen analiza që përpiqen të shohin edhe më thellë për te ngjarjes. E duke rrëmuar në larmin e opinioneve të njerëzve online, nuk është e vështirë të bësh dallimin në cilësi kur të del përpara një shkrim mjaft interesant. Ndërreshta lexon se sfida më e madhe e demokracisë shqiptare nuk është vetëm qeverisja apo opozita, por dobësimi i kontratës sociale dhe humbja graduale e legjitimitetit në sytë e qytetarëve. Kërkon të tjera shkrime të tij dhe në një opinion kishte edhe mbi dokumentin strategjik të Ramës titulluar Besa. Teksa lexoj, më pëlqen këndvështrimi i rikthimit të simbolit të besës në diskursin politik, duke interpretuar atë jo vetëm si një referencë kulturore, por edhe si një tregues të marrëdhënies së tensionuar mes pushtetit dhe shoqërisë. Por a është vërtet Shqipëria përballë një krize legitimiteti? E mësojmë nga shkrimtari dhe politologu Alban Daci, që me kënaqësi e ftoi online
Faleminderit zoti Daci që jeni me ne. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë dhe bashkëbisedimin bashkë. Nga dobësimi dhe deri tek besa si pakti i fundit i dikujt, si e shikoni ju pozitën e tanishme të qeverisë? Atëherë, siç e thatë ju, gjatë këtyre protestave ka shumë njerëz që përfaqësojnë mediumet, të cilët përpiqen të bëjnë argumentimet e tyre, por rrallë herë është e vështirë të gjesh argumentime të cilat të kalojnë interesat apo bindjet politike dhe përpiqet të bëjë një analizë të pavarur e cila në thelb ka interesin publik, por edhe në këtë rast edhe interesin shtetëror. Dhe para se dalim tek besa, pikërisht duke pasur në parasysh të lloj realiteti, ka një shprehje shumë të rëndësishme në veri që thotë është shumë e rëndësishme që mos flas keq për ty qoftë një burr i mirë, se sa të flasin 100 burra të këqij për ty. Për fat keq, për mënyrën se si ka zgjedhur komunikimin publik kryeministri Rama dhe për fat keq të situatës së tij që lidhet me legitimitetin, duke qenë që këto protesta janë tërësisht kundër establishmentit dhe jam i pari që jam thënë një gjë të tillë, dhe këto protesta vinë për shkak të një akumulimi të gjatë frustimit të qytetarëve, të cilët në thelb e kanë humbur besimin tek institucionet dhe sipas Hobbes edhe Weber të tjerë, kontrata sociale nuk është asgjë tjetër, por veç se qytetarët delegojnë interesat dhe pushtetin e tyre tek institucionet me qëllimin që ata duhet t'i përfaqësojnë. Dhe momenti kur ka një perceptim që përfaqësimi i tyre jo vetëm nuk është i drejtë, por është dhe i gabuar, kjo marrëdhënie prishet dhe kjo lloj kontrate prishet. Në këtë këndvështrim të mbrosh sot zotin Rama, përveç se duhet kesh një interes të jashtëzakonshëm personal ose mos shohësh realitetin me sy, do të thotë që të gjesh dhe argumenta të paqena, të kapësh për pasqyrë ose për xhami për të mbrojtur këtë momente këtë pushtet. Dhe ndoshta gjëja e parë që duhet kishte bërë kryeministri Rama para se të arrinte në këtë dokument strategjik, i cili ka një emër të jashtëzakonshëm në gjuhën shqipe, besa është vetëm një fjalë që nuk përkthehet dot në asnjë lloj gjuhë tjetër, por është ndër fjalët më domethënëse në të gjithë kulturat tjera, sidomos në kulturat europiane. Ndoshta Rama duhet kishte zgjedhur që legitimitetin e tij në media publike ose në mediumet ta bënin njerëz të cilët kanë një koherencë dhe kanë një ndjeshmëri, por kanë dhe një sens të madh kritike. Pra, gabimi më i madh sot që i bëhet Ramës është të gjithë ata që në nevojën e servilizmit po e forcojnë akoma më shumë largimin e Ramës nga realiteti në të cilin ndodhet sot Shqipëria, por edhe nga raporti që duhet ketë me qytetarët. Po t'i kthemi fjalës besa, së pari duhet kemi parasysh një gjë që në të gjitha literaturat e shkencave politike perëndimore nuk ekziston koncepti besa në kuptimin e ushtrimit të pushtetit apo të mirë administrimit të gjës publike. Por besa është baza e të drejtës zakonore, konstitutinare, të cilët janë burimi kryesor i të drejtës civile dhe penale sot edhe në Europë. Mund të themi që besa është pikërisht ajo fjalë e cila nënkupton mbi të gjitha të pasurin moral. Pra, që dikush ofron besën, duhet të jetë një njeri me qëndrueshmëri morale. Por ju po thoni që kryeministri ka humbur moralin e tij përgjatë këtyre viteve të qeverisjes apo në këtë mandat të fundit ku duket se zotëron gjithçka? Jo, moralin dua ta shpjegoj në një këndvështrim tjetër, në këndvështrimin klasik se Shqipëri morali zakonisht sillet argumentohet me sjellje individuale të një personi ndaj të tjerëve. Por në këtë rast do ta shpjegoj në konceptin e leadershipit. Në një vend ku humbet legitimiteti, shteti vazhdon të ekzistojë juridikisht, si ka thënë Weber, por dobësohet në kuptimin e moralit. Pra, bëhet më pak i moralshëm ai shtet dhe automatikisht bëhet më pak i moralshëm në raport me qytetarët dhe ai lider.
Pra, në këto momente, ne kemi një traumë sociale, sepse ndryshe nuk do kishin dalur të protestonin qytetarët. Dhe në këtë traumë sociale, Rama ka dështuar që të ofroj përgjigje qytetarëve përmes kontratës sociale, në këtë rast që janë institucionet që garantohen nga kushtetuta. Pra, ai në thelb pranon vetvete dështimin dhe rikthehet një fjale e cila kushtin themelor edhe në marrëdhëniet njerëzore është që ti duhet të kesh moral, pra ti duhet të kesh garanci që ti e përdor dhe respekton atë fjalë. Në drejtë zakonore, në besën time, ishte akti më ekstrem i një ngjarje dramatike. Pra përdori si garanci e fundit për të garantuar që sjellja jote do jetë korrekte. Në këto momente, Rama ka ofruar besën e cila, sipas disa publikimeve të thjeshme që kanë bërë deputetët socialiste, përveç se është shumë i dobët në nivel artikulimi dhe s'ka asgjë qoftë edhe studimore për besën, është një dokument i cili në vetvete nuk e zgjidh problematikën, por tregon problemin në të cilën ndodhet sot shoqëria shqiptare. Pse zoti Daci, sipas jush nuk e zgjidh, sepse nëse i ndalemi kapitujve konkret të tij apo 7 institucioneve të krijuara që do të planifikojnë, kontrollojnë dhe do të shohin mbarvajtjen deri në fund, Rama duket sikur në një farë forme i jep një lloj garancie atyre që protestojnë në bulevard dhe nga ana tjetër për europianët thotë unë po e zgjidh këtë me të mit. Nëse rikthehemi përsëri fjalës besa, besa si koncept kanonor ka shtrirje në kohë dhe në hapësirë. Pra jepet për një periudhë caktuar dhe ti duhet ta aprovosh që po e mban atë. Pra zakonisht kur dikush kryente një vrasje, shkonte tek me një fshat tjetër, pinte një kafe ose ante but, ai derisa të shoqëroi nga i zoti i shtëpisë që do të kalonte fshatin, ishte në besën e tij. Dhe automatikisht nëse dikush do të tentonte diçka, do të ishte në konflikt edhe me zotin e shtëpisë që kishte pranuar. Pra që ti t'japësh besën, ja duhet na japësh garancinë, cilat janë mekanizmat, dhe mekanizmat në kuptim akte juridike dhe konkrete politike që ti po reflekton. E dyta, cila është koha që ti do t'i implementosh këto akte juridike dhe politike. Unë nuk kam parë asnjërin nga këto realisht në vullnetin politik të zotit Rama. Që të marrim me raste konkrete. Tani, forcimi i institucioneve pavarura në Shqipëri, sidomos i SPAK-ut, i cili tashmë ka fituar një autonomi personale dhe nuk është më kontribut dhe merite politikës, mund të ishte kontribut dhe merite politikës në fillimin e krijimit të tij, por unë mendoj që nuk kishte rrugë tjetër përveç se duhet ta bëni. SPAK-u, përmes kronikave të zeza, na ka krijuar një perceptim akoma më të fortë që korrupsioni është në nivelet më të larta institucionale në Shqipëri. Që kemi njerëz të korruptuar, të cilët kanë marrë vendime të formës prerë, janë të pandehur, janë të dënuar ose janë të hetuar. Dhe tani akti i parë i kryeministit Rama në besën që don t'u jap qytetarëve, flamingove, por që unë nuk do të daja qytetarët flamingo në sorra, se pastaj kjo është një argument tjetër. Po të fillosh të bësh ndarje ti nuk ke besë, sepse besa është për të gjithë, nuk është me selektive. Gjë e parë që duhet bëj Rama, duhet të distancohet nga njerëzit që ka pranë tij, cilët janë të perceptuar si të korruptuar ose janë me fakte dhe me vendime juridike që janë të korruptuar. Por zoti Daci, nëse Rama tre ju një formë të tillë ndarje, distancimi nga administrata të paktën që i vuri fajin, nga të tijët së dyti, sepse në atë fjalim të fundit të zotit Rama u duk sikur çdo gjë e mbori mbi supe dhe tha që unë këtë po e kaloj prej jush. Administrata janë burokrat, ndoshta një pjesë e vogël, jo të gjithë, se ka dhe djemë me vajza shumë të mirë, janë të korruptuar. Problemi është kur korrupsioni bëhet nivel sistemik politik. Dhe nivel sistemik politik prodhohet nga grupet parlamentare dhe nga njerëzit që kanë përfaqësim në parlament dhe kanë rol të rëndësishëm në dikastere shtetërore. Unë nuk kam parë ndonjë distancim nga këto lloj elementësh të cilët ka prova që janë të korruptuar, ka vendime që janë të korruptuar ose ka perceptime dhe janë të hetuar për korrupsion. Pra, gjë e parë që duhet bëj Rama,
përveç se ka nevojë për një riformatim dhe kontrata sociale nuk është vetëm thjesht një marrëdhënie personale në sesinë e kryeministit të Ramës me qytetarët, por është një marrëdhënie e shtetit ose e shtetit të së drejtës ose të shtetit në kuptimin francez të viteve të 100 në raport me qytetarët. Tani Rama thot, unë kam një shtet që funksionon, por unë si kryeminist do ja besën juve se do të jem më mirë. Që Rama të jetë i besueshëm duhet marrë vendime për të bërë një shtet të besueshëm në raport me qytetarët. Sot shumica e qytetarëve për shkak të dy lloj faktorëve dhe për shkak faktorit të drejtësisë, që do t'i them të dy tjerë, ka një perceptim tjetër. Kush është perceptimi? Ne jemi pothuajse një moshë e mesme, ne të dy, po edhe shumë breza të tjerë të ngjashëm me ne. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri në 36 vite? Shumica e trive janë larguar jashtë dhe kanë njohur një realitet komplet tjetër ku shteti funksionon, ku administrata publike funksionon, ku welfare funksionon, ku kushtet dhe mundësitë e barabarta janë konkrete. Dhe kur kthehen në Shqipëri ato gjën një zhgënjim të madh. E dyta, fal liberalizimit të vizave, dhe të rinj që kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri, përveç se janë shumë të formuar dhe ka literatura të boshme sot edhe në auditore të universiteteve shqiptare, janë në kontakte të vazhdueshme me botën që funksionon si pasojë e lëvizjes lirë të vizave, por edhe si pasojë të bumit të turistëve që kanë ardhur në 3 vitet e fundit dhe turistët që vinë flasin për gjëra që nuk shkojnë për sjelljen edhe eksperiencat e tyre. Dhe në këtë lloj realiteti kanë ndikuar që tashmë brezi i ri, i cili nuk e shikon më si zgjidhje largimin dhe migracionin, ka zgjedhur mundësinë e fundit të reagimit. Dhe reagimi ka ardhur për shkak të 3 faktorëve, por edhe për një faktor tjetër akoma më i rëndësishëm. Besoj që kur themi mungesë e besimit, unë e them besimit politik dhe pushtetit, dhe sigurisht që nga pushteti dhe politika nuk mund të identifikohet vetëm ajo shqisa që qeverisë, por dhe opozita. Shqiptarët kanë pasur shpresë që Partia Demokratike dhe opozita do të riformohej, do të ishte në kërkesa dhe në sfida që kanë shqiptarët, në problematika që kanë shqiptarët, por edhe në vizionin që kanë shqiptarët. Shenjat e Partisë Demokratike në 2 vitet e fundit krijuan përshtypjen që ndarja mes opozitës dhe pozitës është pothuajse e papërfillshme dhe të gjithë janë bashkëfajtor, prandaj nuk na ka mbetur rrugë tjetër veç se ne të krijojmë një kontratë sociale duke ngritur dhe duke protestuar dhe duke mos legjitimuar asnjërin pak. Dhe kjo është situata aktuale sot në Shqipëri. Në ato protesta unë i kam ndjekur me vëmendje, aty nuk ke lider të mëdhenj, që ndonjëherë janë ngjarje që prodhojnë lider, por aty u kam parë që ne e dim dhe në marrëdhënie personale dhe private mjafton dalësh në Tiranë 2 ditë pish kafe, aty ke të reja dhe të rinj që të cilët janë të frustruar. Jetojnë në një sistem që nuk kanë asnjë lloj hapësire për ndërtuar një jetë me dinjitet. Jetojnë në një sistem që për të krijuar një karrierë të merituar, të mirë profesionale, duhet të kthehen ose në shërbim të politikës ose duhet të jenë në varësi të politikës. Megjithatë, zoti Dasi, më lejoni të bëj avokatin e djallit në këtë rast. A mundet një numër i konsiderueshëm qytetarësh që ndodhen në bulevardin kryesor të shqiptarisë t'i bëjmë presion asaj që zoti Rama thot unë kam votat e mbi 800.000 të tjerëve të cilët nuk kanë mundësi të dalin aty apo nuk duan të dalin edhe të përballen me ata që për fat keq, këtu më lejoni ta them dhe unë një opinion personal, ai referohet si korba e sorra. Tani, demokracia është një sistem i cili duhet të rikonfirmohet vazhdimisht dhe është një kontratë e vazhdueshme. Mjafton që disa klauzula mos të respektohen dhe ajo demokraci është në diskutim dhe duhet kërkojë rikonfirmim. Pra, edhe nëse është e vërtet që Rama ka pasur ato vota në 2021 ishin për te aludimeve të cilët nuk jam plotësisht dakord unë për zgjedhjet. Unë jam ide se zgjedhjet mira s'ka pasur kur Shqipëria. A mund t'i bëjmë të mira, kjo është një çështje tjetër, por zgjedhjet të drejta dhe të mira s'ka pasur asnjëherë Shqipëria, përveç kur kemi rrëzuar sistemin. Ajo ishte një vot në fakt me kaq shumë pika ku duhet të rregullohet. Ajo ishte një vot plebiscitare, por unë mendoj që problemi i Shqipërisë është në faktin që përveç se nuk ka më asnjë lloj mekanizmi për të konfirmuar ato vota që ka Rama, sepse kemi një shumicë absolute, pothuajse,
dhe në një republikë parlamentare është mocioni i mosbesimit, verifikimi i leadershipit të një kryeministri. Ajo nuk mund të ndodhë për momentin se janë numra, s'ka garancinë se është e përjashtuar në të ardhmen, mund të ndodhë të ardhmen, por sot nuk mund ndodhë. Shqipëria nuk ka të drejtë referendumesh, 2 herë ka bërë referendume Shqipëria, në 94 dhe 98, dhe s'ka bërë më. Shqipëria në gjithë historinë, edhe pse Partia Demokratike insiston që ky parlament nuk është legjitim, duhet është shpërndar vetëm 2 herë në historinë e saj, në 91-shin dhe në 97-ën. Pra 98, 97, por 97 nuk është shpërndar asnjëherë, pra dhe nuk kemi kulturë demokratike për vetë korrigjim. Duke qenë që mungon kultura demokratike për vetë korrigjim dhe vetë kontroll ose kontroll dhe balans, si quhet, që nga Tocqueville dhe Kushtetuta Amerikane, qytetarët nuk është se mund ta rrëzojnë këtë qeveri, por përsëri do t'i themi një gjë shumë të rëndësishme. Besimi që tu të bëj një politikan ose një që ushtron detyrën publike në raport me qytetarët. Sot ne kemi një situatë shumë të polarizuar për shkak të këtyre protestave, të cilat nuk duhet të parashikohen ose mbyllen apo jo. Kemi një situatë e cila pothuajse është kthyer nga një përgjindje të qytetarëve, nuk po them 50-60, të cilët kanë një urrëtie patologjike ndaj politikës. Në këto kushte, nëse do kemi zgjedhje të cilat janë pothuajse tek porta pasi viti, këto politikanë që duhet bëjnë fushatën derë në derë, në çfarë rrethana do ta bëjnë kontakte me qytetarët, do ta bëjnë me makina të blinduara, do ta bëjnë me truproje. Pra, duhet kthehemi përsëri te paqja sociale, e cila nuk kupton rikthimin e legitimitetit dhe një kontrate të re sociale. Kontrata e re sociale është me akte, me vendime dhe duhet të jetë shumë dimensionale, duke përfshirë shumë faktor. Një faktor shumë i rëndësishëm sot në realitetin shqiptar, i cili është keq përdorur për interesa politike, ose është përdorur për interesa ekonomike, është diaspora e cila në fakt ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë prishje kontrate, sepse shumë qytete të Europës prej ditësh tashmë me një numër të vogël, me një numër të madh njëherë, organizojnë protesta me thirrje të Rama jepet dorëheqjen dhe duke mos përjashtuar dhe thirrjen tjetër që s'du ta kemi kompleks që Berisha në burg. Pra nuk ka ndodhur kurrë në 36 vite që të kemi lëvizje qytetare e cila nuk pranon parimisht as opozitën dhe as pozitën. Ky është rasti i vetëm ndoshta në Europë që nga lufta diktatorore deri sot, dhe ky është rasti tipik vetëm në Shqipëri. Pra që nuk legjitimon as opozitën dhe as pozitën. Dhe tani pyetja që thon amerikanët për $1 milion është, po çfarë do të ndodhë me këto protesta? Pikërisht. Ka një kompleks të madh leadershipi. Duke edhe e sistemi ekonomik, dua ta shpjegoj. Pse? Duke qenë që është krijuar perceptimin që ne kemi lider cilët nuk na kanë qeverisur mirë, ne kemi fobi nga lideri. Nuk ka asnjë lloj lëvizje sociale, qofshin dhe 2 persona që njëri mos jetë lider. Prandaj nuk mund ta kuptoj zgjidhjen e kësaj proteste pa pasur një leadership. E dyta që është pa aq shumë e rëndësishme është fakti që kjo protestë, si thua, në vetvete nuk ka një filozofi politike, por ka vetëm një reagim pa kënaqësi. Kështu që zgjidhja e kësaj situate është, për mendimin tim, që ka akoma kohë dhe nuk do të zgjatet shumë, një riformatim dhe një konceptim i tretë i marrëdhënies së establishmentit aktual me qytetarin dhe një vetë korrigjim. Nëse kjo nuk ndodh, Shqipëria rrezikon të marrë drejtimet cilat nuk janë me orientimin që ka Shqipëria në raport me integrimin e Bashkimit Evropian, por në vetvete dhe me nevojën e pashmangshme të instabilitetit të qëndrueshëm politik. Kush ka vesh le të dëgjoj dhe kush ka mend le të kuptoj, faleminderit shumë zoti Daci që ndat opinionin tuaj me ne në këtë transmetim. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi nga ana ime. Gjithmonë e kam thënë që janë disa transmetime që nuk kërkojnë sytë e gjithkujt, por mendjen e të paktëve ata që dinë të shkojnë përtej. Vetëm kështu media më në fund do të arrijë qëllimin e saj final, që të depërtojë
deri tek ata që duan të mësojnë prej saj. Media 60 ndërkohë nuk ndodhet vetëm në YouTube. Na ndiqni në Instagram, Facebook, pa harruar edhe për gjeneratën Z, TikTok. Ndajemi këtu, mirupafshim.